Qa thonë që ka qenë i planifikuar, ndoshta i paralemëruar, mirë po mendoj që bashkimi i Vlenit vjen në kohën e duhur, nuk është as e sforcuar, as e vonuar. Për shkak se nuk është e lehtë, pra të bashkohen subjektet të cilët në kaluarën ndoshta kanë qenë edhe në drejtime të kundërta, në momente edhe kundërshtar politik, kështu me radhë, mirë po mendoj që kemi dëshmu që dim ta lexojmë votuesin shqiptar, dim ta dëgjojmë votuesin shqiptar, fillimisht pra duke u bashkuar si opozitë shqiptare, që mundsoj pra ndryshimin dhe thyrjen e monopolit, dhe nëse atëherë ishte kërkesa e votuesit pra për të bashkuar, pas kësaj, domethënë pas zgjedhjeve parlamentare, dhe sidomos zgjedhjeve lokale, kërkesa e votuesit shqiptar ka qenë për shkrirje, një subjekt që skena politike shqiptare pra mos jetë e koncentruar as në monopol, as në ndarje përçarë në 10 parti politike të defaktorizuar, dhe mendoj me biseda, me bisedime gjata, me argumente për e kontra, arritëm deri te kjo pikë që nuk është karakteristik për këtë nënqiell, asidomos jo për shqiptarët, sepse jam mësuar këtu dhe më gjerë pra me përçarje, me fraksionime, me ndarje, edhe kjo ishte kundërta, domethënë.